Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Tempullin e Librit sonte. Në fakt, për herë më shumë flitet për piraterinë, për drejtat e autorit, për atë që ndodh me të rinj që lexojnë më pak, me shumë më pak libra që shiten. E për gjitha këto jemi mbledhur për diskutuar sonte. Jemi në studio me zotin Petri Tymeri, shoqatës botuesve shqiptar, gjithashtu botues i diturisë. Zoti Tymeri, faleminderit që jeni këtu. Jemi me Arlinda Dudajn, shoqëria e Librit Shqip, botuese e Dudaj, në fakt. Faleminderit që je këtu. Faleminderit. Me një shkrimtare dhe përkthyese, e cila mendoj do i shoh pak gjërat më ndryshe nga dy botuesit sonte në pikëvështrimin e një krijuesi. Zonja Çuli, faleminderit që jeni në studio. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Në fillim unë do doja t'ju çoja në një insert fare të shkurtër për të parë një pjesë të asaj problematike me cilën përballet libri shqip në këto momente dhe do të rikthehemi më njëherë për diskutimin në studio. Libri shqip është në krizë. Rënja e shitjeve në libraritë e kryeqytetit dhe ato pak librari në qytete të tjera të Shqipërisë e dëshmojnë këtë. Librarët dëshmojnë se lexues që frekuentojnë libraritë kaq pak, por për herë më të shumt, janë ata që dalin prej andej duar bosh, ndërsa botuesit flasin për tirazhe më të ulta, më pak tituj të ri dhe botime që mbeten stogje. Kjo mundet të jetë diç nga panorama aktuale e tregut e librit në vendin tonë. Një krizë kjo e cila thellohet jo vetëm nga viti në vit, por edhe nga muaj në muaj. E shitja e librit shënon rënje edhe më drastike në muajt e fundit. Për këtë flasin botuesit dhe librarët, të cilët nuk ngurojnë të lëshojnë alarmin sos për atë që po ndodh, me atë që tani mundet të quhet më shumë se sa krizë. Rënja e shitjeve rrjedhon do e mos rrudhje të tirazhit të atyre librave që shohin dritën e botimit edhe në këtë kohë krize të gjithpranuar. Pyetja është, cilat janë shkaqet e kësaj krize veç faktit që kriza ekonomike botërore nuk mund të mos prekte dhe tregun e librit në vendin tonë? A ekziston një treg i mirëfillt i librit në Shqipëri? A ka rregulla që funksionojnë? Megjithëse jo. Ndërsa flitet për librin dhe një krizë prezente të leximit e editorisë në Shqipëri, Piro Misha lë mënjan të qenit botues, e ngren një shqetësim i cili është veçse specifik shqiptare, e që s'ka as pak të bëjë me krizën gjithë evropiane apo gjithë botërore të librit, qasja që të rinjt kanë ndaj librit. E bën një analizë të faktorëve që e determinojnë këtë. Në çdo vend, në vendet më të mëdha, të shohësh vendet skandinave, të shohësh Francën, të shohësh Anglinë, shteti kujdesohet për tendencën kulturore të vendit të tij. E kam fjalën qoftë në ato programe të promovimit të leximit, sepse leximi në fundit është një shprehje dhe sot të rinj gjithmonë më tepër janë grupi që nuk lexon më pak. Dhe në radhë të parë, politikat absurde, korruptive të Ministrisë së Arsimit. Të shohësh librat që ju imponohen nxënësve janë libra të cilat në mënyrë drejt për drejt i bëjnë ata të largohen nga libri. Rritja e një brezi të ri për cilin libri është diçka e huaj dhe atë mund ta kalojë gjithkohon, qoftë me internet, qoftë me televizion, të ishte me pasojë dramatike për një vend të vogël si Shqipëria, për një gjuhë si Shqipja. Janë botuesit që shpeshherë nuk meritojnë quhen botues, të cilët mbushin shkollat, mbushin magazinat e Ministrisë së Arsimit. Çka nuk është thjesht një efekt me pasojë ekonomike, sepse botuesit serioz vjen në vështirësi. Por unë shoh aspektin kulturor. Nëse një lexuesi në shkolla i imponohet të lexojë gjëra që s'kan vlera fare, libra me vampire, lloj gjëra të tilla, dhe bën pjesë e teksteve të shkollave, ai nëse nuk të lexojë me lehtësi serioze. Në këtë situatë, çfarë detyra është e reja dalin përpara botuesve? Përpos kësaj, a duhet ata të imponojnë që shteti përballë kësaj situate të reagojë? E ndërsa kriza mjerisht vetëm thellohet dhe qëndron aty e palëkundur dhe shumë kokfort, botuesit, sikundër kanë bërë prej edicionit të parë të tij, presin me kërshëri panairin e vjeshtës për të mundur të kenë kontaktin me lexuesin, një kontakt i cili nga viti në vit është për herë më i largët me lexuesin e mpakur në Shqipëri. Rikthehemi dhe dua ta nis me një pyetje për ju, zoti Tymeri. Ka vërtet krizë libri në ato përmasa që ju e artikuloni në mënyra të ndryshme? Është një situatë krize e paralajmëruar, thuaç, ka 2-3 vjet që të gjithë treguesit janë duke u keqësuar, qoftë shitja e librit, se në fund ai është tregues dinamik, qoftë edhe botimi i titujve të rinj, qoftë tirazhet, qoftë edhe cilësia e botimeve, sepse një situatë vështirë financiare bën botuesit që të botojnë gjëra jo shumë
të rëndësishme, jo shumë të vlefshme, jo shumë cilësore, sepse ato merren dhe më lirë, është edhe ky një faktor. Plus pastaj që po dëmtohet rëndë standardi i botimeve. Këtu e kam fjalën në radhë para për lehtësinë e përkthyer, po edhe për lehtësinë origjinale, që shkruhet para në shqip. Dhe kjo ka të bëjë natyrisht me profesionalizmin e shpirë botuese. Kjo ka të bëjë me mundësitë e tyre financiare për të ricikluar për ata ardhur që vinë nga shitja apo burime të tjera, mbështetje të tjera financiare, të cilat po vinë duke u mpakur. Ky është një problem shumë i madh nga vit në vit, edhe po të shohësh treguesit zyrtar, ato pak tregues zyrtar që janë, sepse për fat të keq në Shqipëri nuk është bërë asnjë anketim zyrtar dhe i besueshëm, qoftë nga institucione shtetërore, qoftë nga institucione të tjera, organizata të tjera të specializuar për këtë punë. Kështu që ne mbështetemi nga disa dhëna të shpirë botuese, të shoqatave, të librarive, nga të dhëna të pakta që ka biblioteka kombëtare që regjistron hyrjet e daljet e tyre të tria, kështu me radhë. Po është një situatë, domethënë që e keqja më e madhe kësaj situate është që nuk shohim pozitivitet përpara. Jemi të dëshpëruar se çfarë po vjen përpara. Fakt, dua të pyes zonja Dudaj, çfarë ka sjellë këtë situatë? Ju keni vite që jeni në tregun e librit dhe mund bëni një analizë të faktorëve. Keni shitur më pak, tani botoni më pak e shisni më pak. Pse? Po shiko, kjo nuk është vetëm një fenomen shqiptar. Do thoja edhe në rajon, është një rrudhje jo vetëm e tirazheve, po dhe blerjeve, më thënë është të vërtet që i kalon dhe 30%, po themi flasim për Italinë që kemi këtu afër, apo dhe për tregun edhe për vende që janë edhe më afër nesh. Në kuptimin me them më afër nesh nga pikpamja e kushteve, jo, sepse Italia është një vend europian dhe përsëri ka shumë probleme, edhe Gjermania po ashtu ka një rrudhje, jo kaq shumë, po sigurisht që ka një rrudhje. Më thënë është një fenomen global, do thoja. Pjesa, ka shumë arsye për këtë gjë, përveç krizës ekonomike. Shqiptare nuk mund më njanohet? Jo, sigurisht, po kriza ka filluar, le themi, 2 vjet pas krizës së madhe, domethënë që ndodhi, dhe ka filluar e fortë. Shiko, në fakt në një takim, dhe kjo, besoj se këto shifra janë të vërteta, në drejtoresha e Bibliotekës Kombëtare, në fakt, dha një situatë krejt tjetër, çka tregon që e lidh me pjesën e krizës financiare, sepse ajo tha që është rritur numri lexuesve, është rritur numri se sa një libër qarkullohet, madje ajo këmbgulte, domethënë ndryshe nga ç'më mendojmë ne, se nuk e di, unë mendoj vërtet që të rinjt nuk lexojnë shumë. Ajo thoshte që kryesisht janë të rinjt ata që marrin libra në bibliotekë kombëtare. Çka tregon pikërisht mbase pamundsinë financiare për të blerë. Sigurisht që janë shumë gjëra, domethënë sepse nuk mjafton vetëm që ne të prodhojmë, mjafton të bëjmë ato libra, po duhet edhe që të nxisim leximin me shumë mënyra, duke filluar që nga bankat e shkollës, që nga po këtë nuk e bëjmë dot vetëm, sepse aty është fillimi, absolutisht. Domethënë edukata edhe edukimi me të lexuarin nis që fëmijë. Siç kemi qenë ne në fundi, domethënë, sepse unë vërtet mendoj që është brezi ynë ai që lexon më shumë, jo brezi i ri. Por domethënë duhet parë në shumë aspekte. Dhe kriza ekonomike absolutisht është një nga gjërat më të rëndësishme. Domethënë, nëse njerëzit më përpara, edhe njerëzit unë shikojmë edhe në përparaire se si reagojnë, nëse merrin 5 libra, tani marrin 3. Dhe kjo gjë çon pikërisht në uljen e numrit. Po në syrin e një krijuese, të një përkthyese, ju si e shihni këtë situatë, domethënë në terma të përgjithshëm? Po, padyshim që është fenomen global, ka dhe specifikat shqiptare si thatë ju. Ka shumë faktorë, përveç krizës financiare, dhe për shembull, kush lexon më shumë? Lexojnë të rinjt, lexojnë mësuesët, lexojnë njerëzit e arsimuar, dëshirojnë të lexojnë. Ata për fat të keq kanë rrogat më të ulta. Nëse ti ke një rrogë 300.000 lekë dhe libri është 12.000 lekë, nuk e blen dot. Atëherë prandaj shtohen lexuesit në bibliotekë, për shembull, një shpjegim fare i thjeshtë. Së dyti ka një dyndje shumë të madhe elektronike, është televizioni, është interneti, janë breza tani që jetojnë në mënyrë të ndryshme nga ne, dhe normale që bie leximi, sepse nevojën që ka njeriu për fantazi, për zhvillimin e mendjes së tij, që për mua nuk zëvendëson asgjë librin, megjithatë e gjen më lehtë nëpërmjet imazhit, edhe nëpërmjet një përthithje më të shpejtë. Po gjithmonë ka një shtresë njerëzit që nuk e i dorë nga libri, qoftë nga biblioteka apo duke i qarkulluar.
Ne ndoshta duhet të rishikojmë strategjit për librin, si shtet, si botus, si kryus. Unë gjithnjë kam thënë këtë që njëherë kur isha në Strasburg ka bërë shumë përshtypje, ishte muaji ndoshta i nxitjes së leximit, se në të gjitha ato pankartat e mëdha që janë në rrugë, ishte transformuar slogani i famshëm i filozofisë franceze që unë mendoj prandaj jam. Dhe aty ishte thënë, unë lexoj prandaj jam. Për të nxitur leximin në shkolla, çdo njeri që kalonte lexonte këtë fjali. Ishte në autobus, apo ishte në rrugë, apo ishte në supermarket, lexonte këtë fjali. Pra, që Franca është një vend që lexohet më shumë se gjithë të tjerë, dhe megjithatë ata e mendojnë që duhet vazhdimisht ta nxisin leximin. Do flasim përsëri për këtë arsye, po është edhe kjo që ne e lëm kështu si të na marri era. Shitja pak është një anë e medaljes. Ana tjetër është që gjithmonë më shumë ka një skepticizëm tek lexuesit për atë çka ju botoni. Për cilësinë e atyre që ju botoni, edhe mendoj këtu është momenti që ju botuesit të ndaleni dhe të pyesni pak veten edhe atë që kërkon lexuesi apo jo. Kjo që thuhet do thënë ka dy anë. Së pari unë do të them me shumë siguri që arritjet në sektorin libror në Shqipëri janë nga më të qarta dhe më të sigurtat në këto 20 vjet. Domethënë kemi arritje me cilat ne mund të krahasohemi vërtet me kolegët tanë kudo në Europë të paktën. Tek ne botohet letësia më e mirë, botohen autorët më të mirë dhe botohen relativisht shpejt, megjithëse në kushtet vështira me çmime të larta për Shqipërinë që është një treg shumë i vogël. Pra, edhe kjo është një dëshmi që kemi një treg profesionist, kemi një numër botuesish profesionist që punojnë si duhet dhe për rritjen e standardit për përmirësimin e cilësisë botimit, përkthimit, redaktimit, pra paraqitjen e librit në mënyrë më të mirë të mundur. Nga ana tjetër, kemi edhe një treg pirat dhe informal, i cili e dëmton qoftë ekonomikisht, financiarisht, por e dëmton edhe nga pikpamja e standardit. Këta punojnë pa rregulla, pa ligje, pa cilësi, pa kritere cilësie, pa kriteret më minimale profesionale. Dhe këto e shkatrojnë librin, këto shkatrojnë atë që thatë ju besimin tek lexuesit. Por unë duhet ta vazhdoj pak bisedën qofse mundem të problemi që ngriti zonja Çuli, çështjen e marrëdhënieve me shtetin, me institucionet. Edhe zoti Misha ngreti me të drejtë çështjen e librit në shkollë. Libri i zi që futet në të zezë, jo i zi, në të zezë që shpërndahet për shkolla, që në rastin më të madh të tij janë libra pa cilësi. Ndryshe janë librat që janë të orientuar me lista serioze, ose jo serioze, sepse ajo është shumë subjektive pastaj. Unë bëj një listë, Diana apo Arlinda bëj një listë tjetër gjë, ka komision posaçëm, por librat që futen gjysmë legalisht në për shkolla. Këto dëmtojnë, këto shkatrojnë lexuesin, këto dobësojnë ose eliminojnë besimin që ka brezi i ri, lexuesi i ri tek libri, dhe ky është një dëm shumë i madh. Dhe ushqehet me një shihet. Ushqehet me një shihet keqe. Ne kemi ngritur këtë. Ju e keni ngritur dhe në biseda jashtë studiove, ju keni folur zonë Duda. Zyrtarisht është mbitur shumë. Kemi folur absolutisht për autorë që vinë keq dhe nuk lexohen më, autorë të rëndësishëm. Madje ka brenda këtyre listave, meqense jemi te lista dhe ta çojmë larg, në këto 8 vjet është bërë kështu përzgjedhje politike, qartësisht politike. Njerëzit që kanë qenë aty brenda ishin njerëzit që ishin afër, nuk e di çfarë do bëhet tani, sepse jemi shpejt për të folur dhe nuk e kam iden fare nëse është bërë diçka, nëse është ngritur një bord për të përzgjedhur, po themi librat që jepen fëmijëve tanë. Sepse ato lista kanë qenë për turp, ne kemi gjetur aty brenda libra që unë nuk e di, vërtet nuk e mendoj dot se si mund t'i lexojnë fëmijët. Edhe çfarë mund të çojmë, domethënë si mund vazhdoj të lexoj një libër pasi ka lexuar një plera të tilla, se kështu duhet ta them domethënë. Kështu që ideja është që ato kanë shumë probleme dhe kjo është një çështje që duhet zgjidhur menjëherë, ngritja e këtyre, riparja e këtyre listave, sepse presupozohet që të jetë një listë nga klasa e parë deri në shkollën e mesme, deri në përfundimin e shkollës mesme. Që do me thënë atyre kur njerëzit vendosin të lexojnë apo të mos lexojnë, apo jo? Po, ne kemi pasur, unë ka pasur përvoja dhe personale, po themi, ka pasur shtëpi botuese me cilat janë përplasur dhe në gjyq, për shkak se një libër ka dalë pa drejt autori, është futur këtu brenda, nuk e di se çfarë është bërë më tutje, domethënë kjo na dëmton shumë, na dëmton tmerrsisht, na dëmton të gjithëve. Sepse gërshetohet verbitaria pirate dhe informale gërshetohen me cilësinë e dobët në botime, me uljen e standardeve.
Po, unë desha ta diskutoj dhe ta zgjas pak më shumë çështjen e ndryrjes të institucioneve dhe të shtetit si regulator, që është shumë i rëndësishëm. Nëse themi që duhet hy në problemet e librit që është në shkollë, si përdoret që është përdoret, dhe përçin kemi kaq vjet që flasim më kot në shumicën e rasteve, një problem shumë i rëndësishëm është çështja e sistemit fiskal, që e dëmton. Vërtet ka patur rënje shitjesh në Itali, por në Itali ka qenë 2% dhe 1% ose 1% e gjys, ose në Gjermani ka qenë 0,2% ulja e shitjeve. Kurse në Shqipëri flitet për 30-40%. Edhe në Itali, 30%. Dhe kemi një situatë shumë të rëndë fiskale. Botusi në Shqipëri paguan 20% të VSH, që është një shenjë vetëm për vendet diktatoriale. Nuk ekziston. Nuk ka në Europë 20%. Vetëm vendet diktatoriale që janë kundër kulturës kanë të VSH 20%. Fakt, çfarë ndodhi se para disa vitesh u fol që ajo iku pra zero. Nuk është vendosur, jo, të VSH-ja nuk është. Të VSH-ja është 20%. U tha që do vendoset, por nuk është vendosur. Ja më zonë, të VSH-ja ka qenë gjithmonë 20%. Jo, nuk paguan, si paguan? Ne kemi të VSH-ën dhe zero. Qose se paguan atare, qose i hikën tatimeve. Të VSH-ja mbi librin zonë është 20%. Që s'ka pikë diskutimi, që është 20%. Po di që u tha dhe nuk u vuan. Ja. Të VSH-ja është 20%, ka të paktën 15 vjetë. U tha u deklarua, por nuk u bë. Mos është fjala për tatim fitimi, ndoshta se tatim fitimi është 15%. Pra, nëse kjo duhet pyetur tamam se unë e di që të VSH-ja jonë është zero. Kur dalësh që këtu mësoj, pyet si është puna të VSH. Ka 20% të VSH. Që paguhet të VSH-ja është 20% dhe shitja është zero. Pra, është një sistem shumë i dëmtuar, sepse blihet libri me të VSH në prodhim, prodhohet me të VSH dhe shitet pa të VSH. Pra, është një të VSH që nuk rimbursohet. Do më thënë që shkon kretë në humbjes, po t'ishe një sistem i rregull tatimor që 20% në shite, 20% blere, atëherë rimbursohet ajo, kurse kjo shkon në dëm. Do të thënë, ju po ankoheni që e paguan ju të VSH dhe jo lexuesi. Jo, nuk ankohemi ne, është një gjë normal, është një ligja normal. Kjo u bërë për qëllime përfitimi politik, do më thënë, po ja hejt blerësit, po ja ngarkoj botusit. Dhe botusit këtë 20% nuk e merr kurrë. Plus pastaj është 15% është tatim fitimi. Këtë vit është rritur tatim fitimi 50%, një gjë e pangjarë. Para 10 ditësh që bëra një pyetje Ministrisë Kulturës, a reagoi Ministria e Kulturës kur u rrit tatimi fitimit për librin 50%? Nuk mora përgjigje. Është e pangjarë që të rritet në krye të vitit 50% tatimi fitimit, kur ke dhe 20% të VSH. Është një situatë kreta normale. Flasim për mungesë politikash në fushën e librit apo jo? Jo, ka politika të këqija. Nuk ka mungesë politikash. Është të thuash i pa edukuar, je edukuar keq ose je edukuar mirë. Kemi politika të këqija, kemi politika të gabuara, anti-libër, anti-kultur. Nuk është imagjinueshme se si mund të shkohet në Europë me 20% të VSH. Nuk ka asnjë vend Europian, me 4% e ka Europa, të VSH-n e librit. Ne jemi akoma me 20%. Dhe me 15% tatim fitimi është një gjë shumë anormale, skandaloze. Dhe në një kohë, kur ne kemi 20% rënje të shitjes së librit. Të paktën, shifra e fundit zyrtare edhe nga Instati është kjo, po është para 2 vjetësh. Ndoshta për 40% që në rënje së shitjes librit, është e 2012-ës, në mos gaboj unë. Është shifra e fundit zyrtare që ne kemi. Po. Zonja Çuli, në këto kushte, kur Zonja Dudaj artikuloi atë që ka thënë Drejtoresha, kur ka të rinj që shkojnë drejt bibliotekave publike, që duan të lexojnë, po nga ana tjetër, bibliotekat publike për hir të të vërtetës janë jo shumë për t'u lavdëruar. Unë e njoh punën e bibliotekave se kam patur dhe një projekt kohët e fundit me rinin, me bibliotekat e lagjeve. Edhe po thuaj se nuk ekzistojnë. Ato ekzistojnë, janë të hapura, po funksionojnë pak, funksionojnë keq, libra nuk ka. Njerëzit shkojnë aty, thjesht disa njerëz të zonës lexojnë gazetën, por nuk shikon më njerëz të rinj, apo të reja, apo burra dhe gra që gjejnë librin që se gjejnë dot në treg, e gjejnë në bibliotekë si në gjithë botën, nuk ekziston më kjo. Kjo ka humbur. Biblioteka kombëtare ndoshta funksionon, sigurisht që funksionon shumë më mirë dhe nuk diskutohet, por nuk mund ta përballojë një bibliotekë kombëtare punën e zinxhirit të bibliotekave që duhet ishin gjithandej. Kjo ka qenë një pasuri që e kemi patur, që e shkatruam,
siç kemi shkatruar shumë gjëra, shkatruam dhe këtë, dhe ky ishte një mjet edukus, mund ta kishim ruajtur, mund ta mbante shteti. I ka, por nuk ka as para, as fonde për t'i mbajtur. Për t'i pasuruar. Për t'i pasuruar. Edhe ju jeni botues dhe në fakt do doni të shisnit libra, po jo vetëm lexuesve dhe institucionet, po themi zyrtare, shtetërore janë të detyruar të blejnë libra. Shkollat që shkojnë atje ku ju thoni, edhe shkojnë ato libra që shkojnë. E tham, pra, ka pasur goxha ka pasur projekte, ka qenë bagës botërore, ky i madhi, po që u bë preje korrupsionit të madh, domethënë për pajisjen e bibliotekave të shkollave. Dhe për këtë po themi që kjo ishte ajo lista e famshme, domethënë. Shiko, ai ishte një projekt, më fal, Erlinda, ai ishte një projekt shumë i mirë, shumë serioz, pavarësisht se më fal, një minutë. Sigurisht që duhet jetë, duhet ekzistojë. Shiko, unë nuk kam qenë përfitues i rëndësishëm aty. Po megjithatë ishte një projekt shumë i mirë për furnizimin dhe shumë mirë që të ketë projekte të tilla për furnizimin e bibliotekave shkollore. Ka bërë UNICEF-i një projekt shumë të mirë për disa vitesh, bërë dhe Ministria e Arsimit me fonde publike. Një pjesë e tyre me çdim janë shpërdoruar, po kjo është histori institucionale, nuk ka të bëjë tani, nuk kemi ne që ndikojmë këtu për fat keq. Jo, pra, tani jemi duke folur për problemet. Domethënë, ka pas projekte, siç ndodhen në shumë projekte që bëhen në Shqipëri, që devijohen fondet andaj këtej, ka pas shtëpi votuese të preferuara, ka pas shtëpi të diskriminuara kështu me radhë. Por e rëndësishme është që të ketë projekte dhe e rëndësishme është që të furnizohen bibliotekat. Tek ne nuk furnizohen bibliotekat. Bëhen lodra nga më të shumturat për furnizimin e bibliotekave në përrethë. Biblioteka kombëtare nuk ble asnjë libër kurrë, vetëm merr ato kopjet e detyruara që janë anormale, që është vetëm i rast shqiptar që ti vjedhësh botuesit 5 kopje libri për çdo libër që boton. Unë këtë se në fakt juve ju kushtojnë shumë ato 5 librit. Si nuk na kushtojnë? Jo, absolutisht. Unë nuk jam fare, domethënë nuk e shoh këtë problemin. Sigurisht ishte egzageruar fakti. Ti ke shpshojnë tënë, po s'ka fare lidhje, po nuk ka asnjë lidhje dhe normalisht me qef janë miliona lek në vit. Po nuk është aty problemi, Petri, tani, se duket sikur kapesh, domethënë, nuk është aty problemi. Problemi ishte egzageruar kur u tha që do të çonim dhe kopje në kuvend apo në vende të tjera, domethënë kjo ishte absurde dhe kam përshtypjen që asnjëri nga ne, unë s'kam çuar kopjet e kuvendit asnjëherë. Ka sa rregulla. Dhe nuk u bë qameti pse ne ja çojmë në bibliotekën kombëtare. Problemi ynë nuk është ky. Problemi ynë është që ne nuk kemi biblioteka. Dhe tham, problemi ynë është që janë keq përdoruar ato fonde, sepse shumë mirë do ishte që biblioteka të pasurohen, dhe me çfarë pasurohen është fjala. Pra, le ta kapim problemin nga koka, domethënë ky është problemi. Dhe nuk është se ato 5 kopje në fundit. Vetëm biblioteka nuk ka një fond publik. Unë nuk mendoj vetëm 5 kopje, ndaj më shumë kopje, ndaj kopje për marketing, ndaj kopje është normale, se gjithë bota kështu funksionon. Më fal, ky është një problem parimor, nuk të lë të flasim për këtë temë. Ka sa rregulla në botë. Ka rregulla në botë. Në të gjitha vendet europiane edhe botërore çohet një kopje në bibliotekën kombëtare, një. Nuk mund të ketë rast shqiptar më vete. Ktu nuk është fjala ti nëse don dhurohet bibliotekave kopje sa duash. Ju kam dhuruar gjithmonë. Por rregulli që duhet të jetë është një kopje që është për efekt dokumentacioni. Mos bëjmë tani sigurimi filantrop që duam të dhurojmë tani, e të marrim poza këtu. Ne po luftojmë që dhe dhuro sa duash. Ne po luftojmë që të mbrojmë botuesit ton nga grabitja që i bën shteti në emër të ligjit. Botuesve duke i marrë 5 kopje për çdo titull që boton, që është shumë e padrejtë, është jo europiane, jo demokratike. Kjo është një problem i madh. Fakti që shteti nuk ka para o nuk do të nxjerrë fare se ku i gjen shteti. Për biblioteka do të thotë sa njerëz që nuk lexojnë. Po tash unë mendoj që mund sakrifikohet në një gjë tjetër, jo kaq e rëndësishme sa leximi dhe kultura, se ka të bëjë me formimin e shoqërisë, me formimin e brezit të ri. Kështu që mund të gjendet në morinë unë kam qenë vetë kur diskutoheshin fondet në Komisionin e Kulturës dhe e di që sigurisht ne jemi shteti varfër, nuk kemi shumë fonde, por mendoj që duhet ishte ose duhet jetë dhe shpresoj që të jetë në të ardhmen, të përpunohet një strategji që leximit, i cili është dëmtuar shumë, të jepet rëndësi dhe prioritet. Edhe mund gjenden dhe fondet, mund bëhen dhe politika nga më të ndryshmet që leximit të nxitën. Nuk është çështja vetëm të fondet. Është çështja tani? Është çështja të një mendimi i përzgjedhur, i një strategjie të përbashkët, qeveri, botues, krijues, domethënë ndonjë, nuk them komision, ndonjë politika deri më sot janë bërë spontane, si ka ardhur radha, ka pasur val herë pozitive, herë negative, por nuk ka pasur një qëndrim.
nuk ka pasur një qëndrim, nuk ka pasur një politika fatgjatë, po politika empirike dhe spontane. Dhe ju botuesit në fakt punoni më vete, nuk keni gati fare lidhje me atë që është shteti për ta çuar përpara biznesin tonë. Sigurisht që kemi lidhje, nuk diskutohet. Edhe politika do të ndihmojnë, po sigurisht që ne jemi në fund jemi privat, domethënë. Po them momentalisht, si botues, pavarësisht se jeni privat, shteti nuk është kërkuar, absolutisht. Edhe unë pak më flas personalisht, domethënë, unë punoj kryesisht edhe kur përpiqem marr financime nga jashtë, drejt për së drejti, fonde për kthimi janë shumë të vogla, sigurisht, por që ndihmojnë. Edhe për, le të themi, këto fonde ndihmojnë për të bërë ato gjëra ose ato libra që kanë pak ecuri, por që janë shumë të rëndësishëm dhe që duhet të jenë të përkthyera në shqip. Domethënë autorë të mëdhenj, disi të vështirë, sepse në përgjithësi nuk është se nuk janë autor komercial, por që janë së bashku. Duhet bërë, le të themi, një ekuilibër, po tarisht mund të gjesh një ekuilibër të kënaqshëm. Këto fondet e autorëve tuaj që ju i gjeni dhe kjo është punë e përshëndetur që gjeni fonde për të bërë autor më të mirë dhe jo vetëm komerciale, po për shembull shteti mund të bëjë politika në gamën e madhe, në mozaikun e madh të politikave, të ketë fonde për shembull për klasikët. Patjetër. Për klasikët dhe kjo bëhet pastaj me një konkurim shpicbotusha kush e merr klasikun janë. Si për klasikët? Na im franshë. Shiko, desha them diçka. Para 10 ditësh u mblodh më në fund pas 6 vjetësh mungese Këshilli Kombëtar i Librit. Shumë për të përgëzuar puna e ministres që e mblodhi, e organizoi dhe shpresojmë që me Këshillin Kombëtar të Librit që është një institucion shumë i rëndësishëm, që ka përfaqësues të profesionistëve, ka të shoqatave të botuesve, të grupeve të interesit, të universitetit, të akademisë, edhe personalitetet të tjera të fushës së kulturës. Ky Këshill Kombëtar i Librit, edhe sipas ligjit, duke referuar ligjit të librit, duhet përsaktoj drejtimet kryesore, politikat kryesore të punës me librin. Dhe kjo ka munguar në Shqipëri. Dhe unë e shoh me shumë shpresë që ne të gjithë së bashku, Ministria e Kulturës dhe ne operatorët e punës me librit, të punojmë për të përsaktuar politika të vërteta librore, afatgjata. Për shembull, ne nuk kemi librari, po kjo është një gjë shumë të rënditse. Ne sot kemi më pak sipërfaqe librore se që kemi pasur në vitin 1991. Ne sot kemi më pak numër librarish se që kemi pasur në vitin 1991. Atëherë kishim shumë librari, kishim pak libra. Sot kemi shumë libra dhe kemi pak librari. Është një absurd që duhet sistemuar dhe janë të gjitha mundësit, janë të gjitha ligjet, rregullat që nga ligji urbanistikës, ligji pushtetit lokal, e tjere që duhen rregulluar. Po këto i rregullon shteti, nuk i rregullojmë dot ne. Nuk i rregullojmë dot ne botuesit apo shoqata. Ne japim idetë, ne japim mendimet, hajde të diskutojmë, jo gjithmonë ne kemi të drejtë. Kupton, po duhen përcaktuar ose çfarë duhet lexuar, si duhet lexuar, cila letërsi duhet përkrahur nga shteti, cila duhet mbështetur, e kështu me radhë. Ai problemi që ngriti Piero Misha është shumë i vërtetë, e thamë edhe këtu. E kemi të po, ky është një problem i madh, duket si problem teknik, është shumë i madh. Domethënë neve dhe duhet stimulojmë letërsinë e mirë. Duhet të mbrojmë edhe letërsinë që po lind, letërsinë shqiptare që po lind. Duhet të ndihmojmë edhe përkthyesit e rinj. Po si të ndihmojmë me fjalë, duke dhënë dekorata, duke dhënë çmime, jo, duke i inkurajuar të shkojnë me bursa studimi që ka pafund në Europë për përkthyesit e rinj. Për shkrimtarët e rinj ka pafund kurse, shkolla, afatgjata, afatshkurta. Këtë e bëjmë edhe ne, i çojmë bashkëpunëtorët tanë, po këtë do ta bëjmë më shumë dhe shteti. Të rinjt janë shumë dhe të gjitha këto bëhen duke patur bashkëpunim. Midis nesh, midis ministrisë, midis institucioneve, duke pasur transparencë. I kemi kërkuar Ministrisë Kulturës, Ministres Kumbaru, i kam kërkuar zyrtarisht të bëjë transparente fondet e dhëna nga Ministria e Kulturës në 10 vjet e fundit. Kush ka përfituar? Pse kanë përfituar? Nuk bëhen. Do të dim si kanë shkuar, si keni bërë më përpara të zoti Merit? Si keni bërë më përpara? I kemi bërë. Jo, kam përshtypjen se keni bërë. Së tani i kemi bërë dhe i kemi kërkuar, unë ka kaq vjet që kërkoj të mblidhet Këshilli Kombëtar i Librit. Po, nuk e nga ta dish. Kemi kërkuar Ministrisë Kulturës që të bëjë transparente ku t'i jepen fonde. Për shembull, unë po them një gjë. Shtëpia botuese editoria shkruar 91-shin. Nuk kemi marrë asnjë qendar nga Ministria e Kulturës mbështetje
financiare për botime, ose projekte ndryshme. Asnjë qindar jam krenar për këtë. Por janë dhënë para pa fund. Të majt e të djathtë kanë dhënë dhe kanë frikë se do vazhdoj përsëri kjo gjë, që do jepen para pa transparent. Kërkojmë bashkëpunim, transparencë, profesionalizëm. Për gjitha këto probleme që ju ngritët një nga një, ne do të diskutojmë, do të mbetemi pjesën e dytë edhe për atë se çfarë duhet të këshillojmë për të lexuar, që duhet ta bëj kritika, do e mos. Rikthehemi në studio dhe unë menjëherë do t'ju çoj në një insert, është një, po themi, deklaratë e shkurtër apo ajo që zonja Kumbaro, Ministra e Kulturës, ka thënë atë takimin e përmendur nga zoti Ymeri për Këshillin Kombëtar të Librit. Shkojmë për ato probleme që ajo ka ngritur dhe rikthehemi. Këshilli Kombëtar i Librit nuk është mbledhur. Si organ këshillimor që është ky këshill, i përcaktuar si i tillë në ligjin e librit, tregon që jo vetëm se është respektuar ligji, por nga ana tjetër unë besoj që ndoshta edhe nuk ja kanë parë ose nuk e kanë ndier shumë nevojën për ta mbledhur këtë këshill. Nga ana tjetër, duket se komuniteti i librit nuk ka pasur nevojë as të marrë shumë opinione në ministrim, përderisa nuk ka pas një presion të mjaftueshëm që ta detyronte ministrin të zbatonte të paktën ligjin. Kjo do të thotë se në një farë mënyre bota e librit e përbërë nga botues dhe shpërndarës, krijues dhe lexues, është rregulluar vetë. Ajo që ne kemi konstatuar në këto pak muaj në Ministrinë e Re të Kulturës është mungesa e një politike ose prioriteti në fushën e librit si ministri, ndonse personazhet e librit nuk i kanë munguar ekipit të kësaj ministrie. Kemi gjetur më shumë gjurmë të marrëdhënieve individuale, financime kërkesash po aq individuale, dhe disa produkte të shkëputura lehtësisht të harrueshme. Duket se ministria përgjithsisht e ka larë veten duke mbështetur panairin e nëntorit, pa ndonjë filozofi të veçantë dhe duke mbështetur në mënyrë preferenciale kërkesa botuesish aty këtu, që duken më shumë si qoka se sa si politika. Të gjithë e dini dhe e dim se kush ka pasur mundësinë të trokas në derën e ministrave, ka gjetur pjesërisht ose plotësisht edhe ujdim për një financim. Bota e librit nuk janë vetëm botuesit, por janë dhe krijuesit, sidomos krijuesit, por janë edhe lexuesit dhe sidomos lexuesit. Këta të fundit nuk i gjejnë në asnjë nga politikat pararendëse, duke i konsideruar veç si pasoja të rastësishme të zinxhirit. Por në politikën që duam të zhvillojmë, duam të krijojmë më shumë hapësira për të mbështetur krijuesit, ku pa më të voglin dyshim përfshijm autorët, njësoj si edhe përkthyesit. Rritja dhe zgjerimi e audiencave të sotme dhe sidomos zhvillimi i politikave për të siguruar audiencat e nesërme është prioriteti ynë. Rikthehemi në studio, ndërkohë këtu debati vijon, po unë do doja t'ju drejtohesha juve për atë që duhet të lexojnë. Shpeshherë ju thoni që media nuk bën si duhet punën, në atë që do duhet jetë, po themi, prezenca e librit për opinionin publik, po nga ana tjetër vëret një mungesë e theksuar e kritikës letrare që do me thënë lexuesi nuk është se orientohet dot në atë morinë e librave, apo jo, zonja Çuli? Unë mendoj që ju i prekët të dy problemet që unë them që ekzistojnë në këtë fushë. Së pari që media nuk është se nuk është gjithnjë e pavëmendshme ndaj librit, sepse botohen vazhdimisht në një recenz, në një artikull, në një, por bën një lloj rrafshimi vlerash. Me thënë shkruhet si për një libër të dobët, si për një libër të mirë është i njëjti fjalor, që krye vepra që doli tani etj etj. Nuk shkruhet më si dikur, për shembull, unë dua të shkruaj një kritik letrar, dhe e dyta është mungesa e kritikës letrare, që mungon, dhe prandaj kemi rënë në këtë nivelin kështu që bëjmë si lavdrime dhe nuk bëhet një studim i vërtet letrar i mirë fill. Mund të ketë mbetur në katedrën e letërsisë, por ne nuk e kemi më për publikun, nuk e kemi të publicizuar, nuk e kemi të divulguar për të rinjt, nuk e kemi më këtë dhe nuk kemi një pikë referimi, rinia ose lexuesi nuk ka një pikë referimi se si kusht sot niveli i letërsisë. Që ti besoj. Që ti besueshëm, sepse që kur unë lexoj për 10 libra të njëjtat fjalë, nuk lexoj asnjë nga këtë libër se them këtu nuk ka asnjë vlerë. Kështu që çfarë rreziku ka kjo? Kjo ka rrezikun që atëherë nuk kuptohet më kush është libri i mirë, kush është mesatari dhe kush është i dobti. Nuk shkruhet një artikull për shembull
për mua ose për një, nuk po them për veten në këtë rast, po marr shembull kot, që ka shkruar shumë bukur 3 libra, po këta 4 të fundit i ka të dobët, ka rënë në këtë, ka rënë atë dhe kjo e ndihmon dhe shkrimtarin, ne jemi nuk ka më pikë referimi të kritikës letrare. Dhe të gjithë kolegët e mi, kështu që kjo është një çështje tjetër që do bënte pjesë në politikat dhe në strategjitë, të cilat ne nuk mund t'ja lëmë vetëm shtetit, po këto biseda dhe këto që ne themi, por duhet nëse Këshilli Kombëtar i Librit do të pasohet me një strategji shumë të madhe afatgjatë, atëherë kjo do ta shpëtonte në të ardhmen ose do ta ndihmonte shumë se për të shpëtuar që mund të mbështesi për shembull Këshilli Kombëtar i Librit, mund të mbështesë edhe projekte për këtë punë, sepse për shembull është e vërtetë ajo që tha Diana që nuk ka një qëndrim shumë profesional për këtë punë, mungon. Domethënë dhe ka dhe qoka. Do thënë i bëjmë qefin njërit apo tjetrit, shtëpisë botuese apo autorët apo përkthyesit, nuk shohin ndonjëherë për shkak që të kritikohen apo të dërmohen në kritika. Ky përkthim është i dobët, ky libër është i dobët, ç'është ky libër për shembull në Itali para shumë vjetësh kishte një juri serioze që kryesohej nga Umberto Eco për librin më të keq të vitit. Për shembull, Oriana Falasi ka marrë çmimin libri më i keq i vitit para disa vjetësh me jurinë e Umberto Ecos. Do thonë, bëj edhe me emra të njohur ka punë, merre libri, lexohet dhe juri serioze. Te ne mbizotrojnë qokat, mungesa profesionalizmi dhe ajo që tha Diana, rrafshimi i vlerave. Tani ne nuk mund bëjmë fajtor askënd, sepse çdo organ shtypi, gazetë, televizion ka politikat e veta që varen nga pronari, që varen nga ekipi drejtues. Por është e mirë të kishte. Këtu mund të përsërit, unë e kam fjalën të bashkëpunimi me katedat e lehtësisë apo departamentet si quhen, me institucione serioze që ka, por përsëri duhet futur roli rregullator i shtetit të mbështesë projekte. Për shembull, e di që jepen çmime për gazetarinë e kulturës, edhe këtë vit u dhanë. Të shtohen këto gjëra, të shtohen mundësitë për gazetarët e kulturës që të bëjnë kurse, të bëjnë seminare profesionale, bëjnë më parë duke nga Instituti Media si i Remzi Lani, nuk e di a bëhen më apo jo. Pra duhet ketë forma që të lëvizi mendimit dhe atij gazetarit apo gazetares të vi turp kur ai të shesi lexuesit në thonjza një libër të keq. Në fakt, ne jemi koshient që media ka taksiratet e veta, o vetëm për fushën e librit, po për gjitha gjërat e tjera, po nga ana tjetër, edhe ju botuesit sillni në treg libra autorë cilët paguajnë për të botuar. Le ta kritikojnë. Meqenëse ishim te qokat e librit, domethënë mos ta lëm para se prandaj pam atë insertin. Ka shumë të drejtë ministrja në këtë rast, vetëm se do të kërkoja publikisht që vërtet i nxirrte këto, domethënë siç e pas ka kërkuar edhe zoti Ymeri, ti nxirrte publikisht çfarë çokash janë kryer, edhe sepse ne jemi shumë koshient këtu, e dim shumë mirë se si kanë qenë çmimet, domethënë se si janë dhënë çmimet, dhënë brenda një rrethi të mbyllur, edhe nga njëri kalonte te tjetri e kështu me radhë. Domethënë e dim dhe jemi koshient të gjithë, e dim shumë mirë këtë gjë. Çfarë ka marrë shoqata e botuesve dhe çfarë ka bërë? Domethënë ka marrë fonde? Çfarë ka bërë me fondet? Domethënë ka shkuar në Leipzig, ka bërë panajirin e Tiranës. Ku ka shkuar këto fonde? Se një pjesë e mirë e këtyre gjërave janë shumë pa qarta. Domethënë neve në gjithë po themi ato pa konferenca që kemi bërë për shtyp, këtë kemi pasur problem, transparencën. Domethënë mirë është të bëhet njeriu. Ja ku e kemi zotin Ymeri e pyesim çka ka bërë me fondet. Zoti Ymeri do t'i kërkohet, besoj, siç e kërkon në mënyrë zyrtare, ashtu do t'i kërkohet në mënyrë zyrtare transparenca. Nuk e di unë, këtë e pres domethënë dhe kërkoj. Nëse s'ka mbaruar, nuk ka mbaruar. Të mbaroj pak? Patjetër më mbarosh. Dhe për sa i përket pjesës së kritikës letrare, sigurisht ajo mungon, por media nuk mund të them që i mbyll dyert, domethënë dyert i hap, do të jetë thjesht të kujdesshme dhe më shumë përzgjedhse domethënë, për të parë le të themi ato vlera dhe pak a shumë ajo që tha Diana që ndron krejtësisht domethënë. Duhet kujdes. Tani zoti Ymeri? Jo, më vjen mirë që zonja e shqetësohet, domethënë që jo, më ka shqetësuar gjithmonë, jo tani. Je njeri i shqetësuar gjithmonë. Jam, sepse kam vuajtur edhe nga arroganca juaj si shoqat, edhe po them juaj, s'po flas personalisht, flas si shoqat. Ju keni një organizatuaj, pse e shqetësoni nga arroganca janë? Po nuk ka asnjë. Ne kemi organizatonë dhe do bëjmë pjesën tonë, por sa për dini, ne nuk kemi pas asnjë gjë të keqe që nuk shohim asgjë të keqe që është organizatesi, kurse janë dhe organizata të tjera botuese. Për shembull, një ndërhyrje pak provokuese. Të bëj një përmbajtje, tash unë jam në minorancë si shkrimtare këtu.
Po, dhe ju problemet tu janë të ndryshme nga të mijat, por u përmendën që pari çmimet. Po. Unë për shembull mendoj që çmimet që jep Ministria e Kulturës ose çfarë do lloj ministrie tjetër për çështje të profesionit, unë mendoj që duhet hiqen. Janë reminiscencat kohës komunizmit. Po. Sepse çmimet duhet i japin juri të pavarura me profesionistë. Në qoftë se ne ja lëm një ministrie, nuk shpëton dot nga ndikimet politike. Është e pamundur dhe ne gjithmonë do ankohemi. Dhe nuk ka vend në botë që i japin ministrit. Ka gjithë çmimet prestigjioze të Europës, janë çmime të shoqatave botuesve, të klubeve, janë fondacione, janë shumë prestigjioze me njerëz me emër, jo me anonim. Dhe çmimi ka pesh kur ti e merr. Kurse unë se besoj çmimin e ministrisë, edhe po ta marrësh, asnjëri s'e beson mua. As publiku nuk e beson. Ne jemi në një kohë tani që çmim në kohë. Jam shumë dakord me Dianën, do thënë është një mendim që ne ja njohim që çmimet që jep Ministria e Kulturës nuk janë të besueshëm, për arsye kanë qenë gjithmonë çmime shteti. Që kanë dhënë njerëzit të parapëlqyer kështu me radhë. Ne për shembull shoqata botuese jep një çmim në ditën e panelit të librit me një uri profesionale, bile ministrin e kemi pas disa herë antar. Edhe ato janë çmimet kontestuara? Shumë. Njësoj. Po mirë, po nuk janë të shtetit, nuk janë politike. Ne nuk përfshihemi në dhënien e çmimeve. Ne nuk përfshihemi. Kemi një uri profesionale e cila e ka turbin dhe nderin e ka mbi veten e saj. Kemi pas gjithmonë profesionistë mirë që kanë dhënë çmimet. Padyshim mund të ketë kontestime se dikujt i pëlqen, dikujt si pëlqen. Po është një uri profesionale me profesionistë fushës. Dhe kjo është shumë e rëndësishme. Dhe në aktivitetet që kemi bërë neve, do të ne, padyshim shoqata botuese është një institucion, nuk është gjë e rastit, kuptoj se kam qejf unë ta bëj apo mos e bëj, ka bërë aktivitete shumë të rëndësishme. Ne jemi krijuar që në vitin 1992, për dienit publikut, digja në një kush jemi, dhe çfarë kemi bërë. Dhe kemi bërë aktivitete që nga paneri i librit i Tiranës në vitin 98, pjesëmarrje shumë të rëndësishme në aktivitetet ndërkombëtare, si në Frankfurt, në Bolognë, në Selanik, në Shkup, në Leipzig vitet e fundit, domethënë që kemi treguar ato vlera që kemi, nuk është se ne jemi maja e botës, nuk kemi kërtisa botës, por e rëndësishme është që botuesit tanë edhe autorët që kemi çuar kanë mësuar nga përvoja e kolegëve. Unë do të ribëj një pyetje që zonja Çuli ka një mendim të saj që do na e thot më njëherë pas përgjigjes tuaj. Pse botuesit në Shqipëri botojnë libra të paguara nga një individ që ka qejf të shkruajë? Shiko, kjo ndodh kudo. Kjo ndodh kudo. Në gjithë botën ndodh, nuk është ndonjë gjë, por ka një gjë që unë kam një tjetër mas, një botues tjetër ka një tjetër mas, unë kam një kriter, ai tjetri ka kriter. Tani të gjithë ne, do thënë, shesim mend ashtu që themi, unë nuk botoj libra të dobët. Po ta them tani, ju do më thoni që edhe ti e si tjerët, kështu nuk po e zgjasë të temë. Por, kjo varet nga ndërgjigje personale që ka secili botues. Por, nuk ka asnjë gjë të keqe që të po nga ana tjetër, ata libra njësoj në treg siç libra të treguar, për të treguar që do të jap dy shembuj për të treguar që kjo është shumë e njohur dhe nuk është gjithmonë e dëmshme. Federico Mosha, autori shumë i njohur italian, librin e tij të parë, 3 metra mbi qiell, e ka botuar në parat e tij. Kur u bë i famshëm, e bleu Feltrinelli dhe e botoi e bëri atë që e bëri film e libra kështu me radhë. Rasti dytë, shembulli i dytë që është ky. Ne tani bashkë me Dianën jemi në jurinë e Çmimit Evropian të Drejtësisë. Një nga kriteret që ka vënë aty Komisioni Evropian thotë libri të jetë botuar nga një shtëpi botuese, jo nga autori vet. Vetëm ndonjë shtëpi shkronjë. Pra, nifet ky fenomen, por ama ndryshe kur e shon një shtëpi botuese, që e kuron, e kujdes e merret atë. Atëherë kjo lidhet edhe një herë me kritikën letrare. Sepse ne jemi në një shoqëri të lirë dhe se kush ka të drejtë, ka dëshirë të botojë një biografi, ka dëshirë të botojë ca tregime, nuk ja boton shtëpia botuese me paratë e veta se nuk do rrezikoj një letërsi që mund të jetë e dobët edhe të mos e shesi, dhe i thotë unë s'ta botoj, se nuk e gjykoj këtë, pa i thotë unë ta paguaj dhe kjo është e drejtë e tregut. Por ama letërsia, si muzika, si piktura, ka një kriter tjetër që është publiku dhe parimi estetik i artit është e bukura. Në qoftë se ajo nuk është e bukur, ty nuk ta pëlqen lexuesi. Ti e boton, të mbetet atje, jep 4 shokëve kushurinëve atë librin, por nuk ta lexon njeri.
Kështu që mua nuk më shqetëson fare që ka autor që botojnë me lekët e veta, punë e tyre kanë të shkretur të qef ta botojnë, por ai nuk do t'i lexohet në qoftë se është libri i mirë. Në qoftë se do të mirë ai do eci. Është tregu regulator. Dhe pastaj do ja kërkoj botuesi vetë është tregu regulator. Por në qoftë se këtij libri të dobët i bën 7 kritika lavdruese, atëherë na merren qafme. Ky është fajtori që e lavdron atë librin, jo ai që ka botuar. Dhe një problem shumë i madh, i cili me siguri nuk ka për të ezauruar sonte edhe as derisa zgjidhet të çështja e përkthimeve, jo shumë cilësore, cilat janë qarkullim që i botoni po ju botuesit. Jo, jeni shumë dakord që e tham në fillim këtë, ka punë të mirë, ka shumë të mirë, ka dhe punë mesetar, ka dhe të dobta. Kjo varet nga profesionalizmi i botuesit. Absolutisht, po pse ka me bollëk përkthime jo të mira? Jo, vërtet që ka me bollëk përkthime jo të mira. Anisa, më fal. Ka qenë dikur me bollëk, jo tani. Shiko, më fal. Mund të them me siguri që ne sot në Shqipëri kemi numër shtëpi botuese që botojnë libra ashtu siç duhet. Zgjidhen librat më të mirë, bëjnë kontrata, paguajnë parat e drejtë autorit, paguajnë royaltit, paguajnë përkthyesët dhe unë kur marr një libër të rëndësishëm, një autor të rëndësishëm, do të jap përsëri një përkthyes shumë të mirë. Edhe atë përkthyes do ta redaktoj. Dhe këtë punë nuk e bëj vetëm unë, e bëjnë mjaft shtëpi botuese në Shqipëri. Por po ju them se u kthyem në pikën e fillimit, pothuajse gjysma e tregut ton është pirat dhe informal. Dhe këta nuk i kushtojnë kujdes standardit, as përkthimit, as botimit. Plus që ka dhe shumë shtëpi botuese që nuk kanë përveç përkthimit, se përkthimi është patjetër që duhet të jetë të merren përkthyese më të mirë, që nuk kanë as redaktor, as korrektor, teksti kalon ashtu bruto. Domethënë ideja është që po ka dhe këto prishën shihen, por edhe djegin shkrimtar mendoj. Shiko, patjetër që edhe kanë djegur. Shtëpinë botuese e kanë në kuzhinë ato. Nuk djegin më. Ato e kanë shtëpinë botuese në kuzhinë, nuk kanë institucion. Nuk e bëni këtë shtëpi botuese serioze. Po jo se vazhdojnë të djegin. Po vazhdojnë, po nuk është ndodhë, është një fenomen që e kemi. Një pyetje shumë direkte tani, një përkthyes mundet të jetojë me përkthim? As shkrimtarjes përkthyesin nuk jeton. Në Shqipëri, jo vetëm në Shqipëri. As jo vetëm në Shqipëri, le të flasim më hapur tash, mos ja vëmë gjithë fare. Jo, jashtë ka përkthyes freelance. Në 60 milion banor që ka Italia, mund të ketë 10 përkthyes dhe 10 shkrimtar, 10 në 60 milion, që mund të jetojnë me paratë e përkthimit apo. Ama gjithsesi flasë për standarde ndryshe. Çfarë standarde ndryshe? Të asaj që ju përftoni në këmbim të punës. Nuk jeton dot shkrimtari apo përkthyesi me paratë e përkthimit apo të shkrimtar. Absolutisht në Shqipëri dhe në vendet e Ballkanit dhe në vendet neve në zhvillim, sepse përkthyesi në Itali apo në Francë që paguhet 12-15 euro faqja, bën një jetë më normale. Po bën një punë tjetër. Po bën dhe ai dhe një punë tjetër, nuk jeton me këtë. Është profesor. Po, bën patjetër një punë tjetër, nuk mund të jetë vetëm përkthyes, nuk jeton dot. Nuk jeton dot se kështu është. Po të shikosh, më fal Diana, po të shikosh historinë për shembull me autor italian, Umberto Eco, Italo Calvino etj, Camille, të gjithë ta kanë punuar nëpër gazeta, nëpër shtëpi botuese, nëpër televizionet, të gjitha vinë o nga shtëpi botuese, o nga universitetet ose nga televizionet, ta shkrimtarët e sot, nga gazetaria. Pra, domethënë janë të pakta edhe në botë, edhe në Amerikë janë shumë të pakta ata që jetojnë vetëm me lehtësinë. Kjo është normale. Pastaj ne kemi një gjë që ky është fati ynë, do thoni mirë i keq fatin nuk e zgjedh dot. Ne jemi një treg i vogël libri. Te ne librat që botohen me tirazhe të vogla, me çmime shumë modeste, kështu që ato nuk i mbajnë dot gjithë kategoritë. Dhe po ju them një gjë, e them me dhimbje vërtet, situata financiare e shtëpive botuese në Shqipëri është shumë e vështirë. Sepse duket sikur kështu i shohin botuesit që dalin në televizion, që flasin, ngrenë probleme etj. Janë situata të vështira, do thënë shpesh herë e gjithë po ta quajmë në thonjza industri botime, se nuk mund flasim për industri botime Shqipëri, sektori botimit është një lloj piramide ku i kanë borxh njëri tjetrit, shtëpia botuese është shtypshonjet i kanë tregtarëve të letrave, atyre të materialeve poligrafike e kështu me radhë. Sepse është një profesion shumë i vështirë, e cila ka në bazë pasionin, nuk ka në bazë fitimin. Por nga ana tjetër është edhe një biznes, e cili duhet mbajtur. Por nuk është njësoj si domatet. Nuk është njësoj si ashtu. Mirë, me që jemi duke ardhur në fund të emision, të ndodoja prej se cilit nga ju, çfarë prisni ju të ndodhi me librin tani? Prisni, jeni pak kështu, jepni pak shpresë vetes që diçka mund ndryshoj përveç asaj që mund të rregulloj tregu vetë, si dhe ju, si pjesë e tij?
Unë në përgjithësi nga natyra jam optimiste dhe do me thënë duke qenë se dua shumë punën që bëj dhe më duket sikur vërtet në momentin që e nxjerr një libër bëj çmos maksimalisht që ta shpërndaj dhe ta shes. Nuk e di se sa, do me thënë nuk është se ja dal këto kohë, nuk është se po ja dal aq shumë, por që do me thënë përpiqem që t'jau përçoj të tjerëve. Si e ke shpërndarjen edhe në Shqipëri është e vështirë, po, shpërndarjen secili nga ne e ka personale, do me thënë, me një makinë dhe me një shofer. Po, është e vështirë, por edhe terreni është i vogël, kështu që në një farë mënyre mund t'ja dalësh me. Nga pikpamja e qa shof, qa ndodh, ka një trend në rritje, nuk është se, ka një kategori njerëzish që na ndjekin edhe që lexojnë, edhe këtu më bazohet, thjesht duhet të rritur, edhe çfarë mund bëjmë tjetër është, janë politikat që fillojnë që në shkollë. Do të shkolla, pjesa e shkollës mendoj që është një nga gjërat më të rëndësishme që mund nxjisë leximin. Duhet patjetër, duhet parë me shumë kujdes dhe rigorozitet kjo gjë. Dhe pastaj secili vepron në mënyrë personale, secili bën punën e vet, sa më profesionale, qoftë në përzgjedhje, qoftë në përkthim, redaktim, korektim, në fund fundit kjo është ajo puna jonë e përditshme. Zoti Ymeri, veç të vëshës? Unë duke shqetësuar që sot është dita verës edhe shohim me gëzim ato ditët që do na vinë përpara, do thënë që po vjen pranvera, një stinë më e këndshme që të gjallëroj gjithë jetën e njerëzve, të na gjallëroj dhe veprimtarinë librore, të na gjallëroj frymën e bashkëpunimit që thamë me institucionet, me njëri tjetrin, të bëjmë gjëra sa më të mira në dobit lexuesit. Se në fundit qëllimi i punës sonë është lexuesi. Nuk kemi në funksion të lexuesve. Do të thonë, nëse ne arrijmë të kemi besimin e lexuesve, nëse arrijmë të kemi në radhë parë besimin e lexuesit të ri, edhe të krijojmë pra një gjë bindse. Por, unë ngulkëm përsëri që e kam bindje që nuk e lëviz, duhet bashkëpunimi me administratën dhe me institucionet demokratike në vendin tonë. E shihni të afërt një strategji konkrete për te fjalëve? Tani ne nga fjalët lindin veprat. Ne presim që të kthehen fjalët në vepra, ne idetë i kemi të qarta, ne idetë i japim falas, nuk i shesim idetë, edhe mendojmë që presim që të vinë ditë më të mira për librin, edhe për të përballuar, por këtë situatë jo normale që është për librin në Shqipëri, furnizim të bibliotekave publike, përmirësim të rrjetit librarive, ulje të sistemit fiskal në mënyrë të detyrueshme. Do janë Çuli, si shkrimtare, si një përkthyese, si një intelektuale që mendoj të shqetëson shumë, ai sa shumë gjëra të tjera që nuk shkojnë në këtë Shqipërinë tonë. Çfarë shef si urgjencë për këtë që është situata e librit? Ne i thamë sot i zauruam disa nga problemet kryesore dhe është filluar me një hap të mirë me Këshillin Kombëtar, mendoj unë. Të paktën u thye një shpresoj të shkojmë drejt një strategjie afatgjatë edhe të unifikuar, e cila të mbulojë të gjithë elementët që janë problematik. Unë nuk mendoj se janë çështje që zgjidhen brenda një viti, nuk mendoj, këto janë çështje që ecin ngadalë. Por, po ta kesh me një strategji të përcaktuar, atëre arrin qëllimin. Derisa ne shqetësohemi, mblidhemi këtu, ju bën një emisionin, ne me zi presim të vinë dhe t'i themi gjërat, kjo do të thotë që nuk është aq në rrezik, se të merri do ishte që ne mos flisnim. Ta merrnim si një që s'kam ç'a t'i bëj. Po mungesa, aq sa mund quhet mungesa e edukimit, është tmerr? Ne nuk është se jemi krejtësisht të paedukuar, ne kemi shumë probleme në edukimin letrar dhe të leximit. Por nuk është, kemi një bazë, kemi një traditë të mirë leximit, domethënë shqiptarët nuk mund t'i gënjesh me libra të dobët. Unë kam vënë re këtë. Nuk mund t'i gënjesh as me filma të dobët, as me drama apo me libra të dobët. Ati ja bën reklamën shumë një libri falso, po ata autor nuk e lexojnë më ata, mbasi e kanë. Unë kam parë që ka një regulator, ka një shije lexuesi shqiptar që nuk ja hedh dot. Kështu që është thjesht një çështje që ne ta vëmë në standarde europiane dhe ta... Lexuesi mirë që thotë Diana me drejtë është një shpresë për punën. Është shpresa jonë dhe është tradita dhe edukimi që ne kemi patur gjithë. Dhe me shpresën që ne të rimblidhemi në këtë studio për të folur për impaktet pozitive të ndonjë strategjie të mundshme për librin. Besoj se do bëhet. Unë ju falenderoj shumë që ishit këtu. Faleminderit edhe ju që na ndoqët. Nga unë Anisa Ymeri, natë e mirë.